Japonia është në alarm, ka vendosur ushtrim për të përballur sulmet e arinjeve. Japonia ka vendosur trupa për të ndihmuar në përballimin e një rritje të sulmeve të arinjeve që kanë tmerruar banorët në një rajon malor në prefekturën veriore të Akitës. Në 7 muajt e fundit, të paktën 12 persona janë vrarë dhe më shumë se 100 janë lënduar nga sulmet e arinjeve në gjithë Japoninë, sipas statistikave të Ministrisë së Mjedisit në fund të muajit të kaluar. Masa ushtarake vjen në një kohë kur këto raportime për takime ndonjëherë vdekjeprurëse me arinjë të morrëm dhe të arinj të zi aziatik, po dokumentohen pothuajse çdo ditë, ndërsa arinjet kërkojnë ushqim. Ata janë pranë shkollave, stacioneve të trenave dhe supermarketeve. Qeveria po thonë që ka vlerësuar se popullsia e përgjithshme e arinjeve është më shumë se 54.000 arinj. Megjithatë, ushtarët nuk do të hapin zjarr ndaj arinjve, sepse nuk duan t'i vrasin. Ministria e Mbrojtjes dhe prefektura e Akitës nënshkruan një marrëveshje që trupat do të vendosin kurthe me ushqim, do të transportojnë gjuetarët vendas dhe do të ndihmojnë në asgjësimin e arinjve të ngordhur.